bë koalicioni. Kush? Shumica deputetëve në LDK sot janë që të bë. I ke pyetur? Kam diskutuar me shumë. Edhe ata janë për? Privatisht janë për. E kush më e nal? Kush se këtu? Zoti Abdigjiku i cili nuk e imagjinon veten si ministër, ndoshta dhe nuk i don që të tjerë në LDK të fuqizohen. Shikoni, nuk do që të tjerë në LDK të fuqizohen duke qenë kënë në hije. Kështu që Okej, Abdigjiku ka dhënë deklaratë. Madje ka folur për Kurtin, e ka quajtur me një farë forme jo inteligjent. Thotë të flet gjëra pa fije inteligjencë, nuk është për herë të parë që zotit Kurti ja ka matur inteligjencën, por nikosisht të zonjës Gërvalla Shfarc. Si i pisheni këto deklaratë? Është Kurti jo inteligjent dhe zonja Gërvalla kështu? Po. Tash se të zuna ngusht apo të ka një vazë ngusht të Abdigjiku? S'po du se tani se unë nuk kam asgjë personale dhe nuk preferoj me fol me ranë rafsh personal me sulmu njerëzit, po për inteligjencë dhe për patriotizëm e për angazhim politik edhe për angazhim edhe në LDK madje, kur zoti Abdigjiku ka adheruar në LDK, zonja Gërvalla që ka pas 3 dekada afërsisht aktivizëm, aktivitet politik për mbrojtjen e interesit shqiptarëve në Jugosllavi, edhe të faktorit shqiptar në Ballkan përgjithësi, edhe në LDK, do thotë është totalisht jo relevant, është totalisht anakronike, edhe e njëjta vlen edhe për nëse thuhet se zoti Kurti bën deklarime jo inteligjente. Unë thash më herët se ne me një dozë dhe humori po themi tash se këta kanë vendosur që të vazhdojnë mandatin qeverisë Kurti 2 pa limit kohor dhe kështu është faktualisht kështu është. Okej. Dhe nëse e themi këtë është faktuale. Se mandati, po ju në mandat jeni do më në konflikt hapun të interesit, antikushtetues do këtë mandat. Me kufizume si pas kushtetutës dhe ligjit. Shka është antikushtetuse se ju e keni quajtur edhe uzurpator, zotin Kurti? Shiko, lexoni nëse doni, ne në 72 i Kushtetutës së Republikës do më e shmon konfliktin e interesit, do më thotë që deputeti nuk mund të jetë bartës i asnjë pushteti ekzekutiv. Qoftë në pushtet qendror, qoftë në pushtet lokal. Dhe s'mund tjetë, ku thotë kushtetuta ajo nuk ka veç fryma, është me gërm, thotë nuk mund të jetë. Ligji që e ka e ka shkru dhe e ka votu vetë lëvizja vetë vendosje për qeverin, në jeni 26, hapun thët, qeveria në detyrë, deputeti i Kuvendit Kosovës thot, për shkak papajtueshmërisë, me funksion antari qeverisë, edhe para ndëlimi, thot, në rast se antari qeverisë në detyrë, zgjidhet deputeti i Kuvendit të Republikës Kosovës, i njëjti duhet të jap dorëheqjen nga posti i antarit qeverisë para ditës së certifikimit. Këta Albini me këtë qeverinë nuk kanë dhënë dorëheqje, ju zgjedh deputet, janë uzurpatorë të zyreve. Kur ka pse nuk guxojnë asnjë ditë. Nesër po këtu problemi, nuk ka problemi kokut, këtu problemi është opozitës. Sonte ish opozita me dërguar gjykatë kushtetuese, jam i bindur dhe e marr me përvetim. Jo, më falë. Sa konflikti hapun fiksohet që ti drejtohet gjykatës kushtetuese? Jo, nuk po intereson me shku zgjedhje, t'ja është dakon. Që kjo zëri është opozitës. A jeni si uzurpator, ju si lëvizje vendosje? Jo, po zoti Kroku nuk është ministër, kjo është në rregull. Zoti Kroku është mandatin e tij plot. Zoti Kroku flet në pozicionin e deputetit të lëvizje vendosje. Është e pasakt. Pse? Me keqardhje. A jeni uzurpator, Kraki? Jo ju. Po si qeverisje, edhe kushtetutën dhe ligjin. Dorëheqja është aktu. Dorëheqja ka ndodhur. Edhe është aktu. Zavend kryeministri nuk o deputet i shdosh me mot punë të qeverisë në detyrë. Zoti Kroku ka bën besoni. Nuk mund Kosova të zbulojë një të drejtë kushtetuese, e cila prej Montesquieu deri sot po shkruan zoti Kroku me gërm po shkunen në 72. Ka ndodhur ajo. Ka ndodhur dorëheqja para betimit atë ditë. Kryeministri ka dorëzuar, është aktu, është marrë si e mirëqenë ajo. Prandaj u verifikun mandati. Kështu që është e pasakt thuhet që nuk ka ndodhur dorëheqje. Po nuk e ka vendin zyre qeverisë. Ço deputet i zgjedhur. Ti e din që në demokraci pushtetet, zoti Kroku, demokraci, Belgjik, demokraci pushtetet janë të ndome. Jo, deputeti zguxon me post asnjë post ekzekutiv. Jo, ata janë deputet, m'fal. Janë veç ministra. Jo, janë deputet. Mbas zgjedhje dhe ministri Gjoje Kroku, veç një shembull veç gjoje. Qeveria e dorëhequr, në Francë thuhet qeveria e dorëhequr.
qeveri po s'jon deputet njëkohësisht. Janë veç ministra. Në fazën tranzitore. Edhe ta kanë drejt, në Belgjikë edhe 2 vjetë kanë mojtë qeverinë detyrë. So problem. Ama problemi o që ti njonën, ose zgjidh kuvendin, ose qeverinë, të dyat nuk guxon. Neni 72, ligji neni 26. Hiç s'po shkoj ma ne. Veç një diçka të neni 26, të ligjit mbi qeverinë. Unë kam thënë publikisht që ai ligj ka të meta dhe neni 26. Kështu po pajtohet, a ka të meta ajo i flasin ju Për jeshtet shembull te atje. termi preciz, ministrin në detyrë. Në Kosovë janë ende të paqarta disa terminologji, ministrin në detyrë, qeverinë detyrë, qeveri e dorëhequr. Gjitha këto janë ende të paqarta. Madje atë kur kemi diskutuar këtë me zotin Gruda, edhe ai si ekspert i fushës, ai pretendoi se në fakt janë 2 nocione të ndryshme. E dorëhequr dhe në detyrë janë 2 të ndryshme. Në kuptimin e nenit 26 atij ligji, ministri në detyrë është mendu ministër para se me u marrë zgjedhjet. Do thotë ministri i qeverisë në funksion. Okej. Tash ministri në detyrë, si në kuptimin sipas Unë ai s'ka çka lyp mo. Është dorëheq. Deputet është. Okej. S'ka çka lyp në Po kjo nuk ekzekutiv. është temë sepse nuk Çfarë është temë tani është kjo çfarë do ta them në vazhdim. Me shumë interes është, për arsye se me shumë celebritet. Përsëri Kosovën e ka përmendur presidenti Trump. Mos u friksoni,